Ndërsa në udhënisht të Pogradecit aksioni nuk vazhdon për prishjen e ndërtimeve pa leje buzliqenit, pronari i një lokali ka vendosur të ngujohet brenda ndërtesës, duke mos lejuar inspektorët të vijonin punën për prishjen e saj. Pronari pretendon se ka të gjitha dokumentet e rregullta. Me fëmijë, me familje, me çaj përket shpistime këtu do jenë. Nuk do bëjnë mirë nëse do na dhunojnë marrë themelit. Nuk do bëjnë mirë. Forcën e kanë ata, na kemi drejtësinë dhe i bazohemi vetëm gjykatave, kërkuj tjetër, vetëm gjykat. Projekti për rehabilitimin e vijës liçenore Lind Pogradec prek 21 objekte e shëmbje të cilave do të bëhet me lëndë plasëse. Ndërsa të martën i nuk ka parashikuar të hetë në erë një ndërtesë shumëkafshë, forcat gjenjere kanë filluar punën me vendosjen e lëndës plasëse. Gjatë aksionit nuk ka pasur kundërshtim nga pronarët e lokaleve dhe hoteleve, madje disa prej tyre kanë nisur vetë shmontimin e materialeve.